E shohem. Nebih Aliu, mërgjimtar nga Gjermania, është një nga ata njerëz që e ruan me fanatizëm dashurinë për traditën dhe kujtimet e vjetra. Ai zotron një vetur old-timer, një makinë me histori, karakter dhe shpirt, që tërheq vëmendjen kudo që kalon. Për Nebihun, kjo vetur nuk është vetëm një mjet transporti, është një pjesë së kaluarës që ai e mban gjallë me krenari. Si shef një vetura është amerikane, Cadillac është BRZ. Kjo BRZ është ekstra që kanë këto automobilë edhe është me klima, me dyert dritare i ka me elektrike, karrikat i ka elektrike, edhe është kupe, që është e veçanta. Për ata janë këta BRZ Cadillacat, veçantë për ata. 1978, ka ofër 100.000 mile, 93.000 diçka. Me vetur kemi arë para një viti, këtu, e kemi lënë këtu në Kosovë, po e kam që 2 vite pak muj. Është, po jeton këtu e lënë, po vitin ashëm duhet me kthy për më dhonë këto kontrollimin teknik thojnë, atje kemë tyfin. Një ngjarje që ka mbetur veçanërisht e rëndësishme për familjen Aliu është udhtimi që dikur e ka bërë djali i tij. Ai mori rrugën nga Gjermania për në Kosovë me veturën old-timer, duke përshkruar mijëra kilometra me një veturë që kërkon përkujdesje të posaçme. Ky rrugtim dëshmoi besueshmërinë e automjetit, por edhe përkushtimin e familjes ndaj vlerave të trashëguara. Prej Gjermanisë ka ardhur djali me këtë veturë me fëmijë, sonë jo, po prej atje kemi ardhur deri në Kosovë me këtë veturë. Tash mbaret pi personit, po unë kam marak këto kerët e vjetra për ata dhe pak a shumë i kushtoj rëndësi kësaj, s'ma shumë tash, kur nuk jam duke punu, jam pensionist tash, që një vjet gati, edhe ma shumë i kushtoj rëndësi kësaj na. Vi ma shpesh tash këtu edhe rregulloj, këshyri, marak të këta Amerikanë për shembull, qysh në Vojzli, kur ishëm fëmijë, në për filma i po shumë, kështu life i kom po veç që tash kur e kom drejt para 2 vite diçka. Pozitjet e kanë shumë të mirë edhe janë me servo, e kanë shumë të lehtë, shumë të mirë, për mua është shumë praktik. Unë preferoj 130 që në mas shumë të shpejtësinë më të madhe, pa marrë parasysh çfarë keri, po kjo shkon deri në 160, më shumë jo. Po këtu nuk di, se tash me sa di unë këtu kanë nis pak si më vonë, po në Gjermani po. Në Gjermani shumë, e sidomos edhe në Zvicër, se me si jemi në kofemi një herë, shkojmë edhe atje dhe në Gjermani, atje vlerësohen shumë. Jo veç këta, kom pas qef edhe tjera, kjere, po në këta kom qëllu, mas në mbami, se kom lyp bagi, ka gjë gotë, një 3 vjetë kom lyp kjere, deri kom rënë. Këta kur më shkuhet me po, tani në rregull. Nebiu është një person me lidhje të fortë me vendlindjen, edhe pse jeton jashtë, ai e do Kosovën dhe pushimet i kalon këtu për të qëndruar pranë familjes e për të ruajtur traditat. Po si çdo mërgjimtar edhe neve na merr molli shumë se çdo gjë që bëjmë atje apo kursim diçka e mendojmë gjithmonë Kosovën, edhe vendin tonë, vendlinjen. Kështu që nëse është e mundshme, kisha regjistruar edhe këtu. Pse jo? Po, na merr molli shumë për Kosovën. Për ata dhe vim shpesh, tash kur jem edhe pensionist, ma shpesh edhe, kështu që po.